pasha zoti se ka jetë me shtru heq. Ta ne kemë tha veç me shtruhe, për asfalt zoti mos qare, tha se qështë në kanë thonë. Nesër, mas nesër dalin makinat dhe vazhdojnë punën ato. Përshëndetje, Borem, shpresoj që ky mesazh të gjej mirë me shëndet. Po të lajmëroj nga fshati Stanovci, poshtëm komuna Vështrisë, ku ne që prej kohës para zgjedhjeve komunale është gryer rruga Muzafer Muhaxheri me premtimin që do të asfaltohet. Për kalun 3 muaj dimri erdhi dhe ofër 200 shtëpia detyrohemi t'i prishim makinat në për këtë rrugë, ku edhe gropat janë masive, sidomos në rast të reshjeve të shiut. Për neve më mirë është mos me dal prej shtëpisë heq prej gjendjes tmerruse. M'fal se zgjata shumë, për besoj që jemi në hall. Kom po shumë video ku je lajmëru, shpresoj që unë me qenë një ndër to dhe me na ndihmu komplet neve si fshat për këtë sfidë që po e kemi. Faleminderit shumë, të lutem në rast se e shem më kontakton në numrin tim personal. Okej, hajde e gjejna që të rrugën Muzafer Muhaxheri në Stanovc të poshtëm, mos harroni krejt qëto operimin tem, do me thonë, krejt qëto storje që i bëjnë të ranë, kishin qenë shumë vështirë të realizueshme, në rast se kisha pas sponsorin tem general Pozhego Brothers, siguroni me vizitu pozhegobrothers.com për ofertat më të mira rreth patundshmërisë, qoftë shtëpia, qoftë banesa. Që kjo është gjendja në rrugën Muzafer Muhaxheri në Stanovcin e Olët njerëz, po e sheni janë disa akse rrugore të përfshime në rrugën kryesore që të lidh me Stanovcin e Olët. Kjo është një prej tyne, po do me thonë në krejt akset është gjendja pak a shumë e njëjtë. Asfalti është gry pak kohë para zgjedhjeve, në bazë të asaj që na ka thonë komentuse, sinjalizuesi, personi që na ka njoftu me problematikën, që po e sheni, rruga është shumë e ngushtë, është gry. Këto është problem me kalu 2 vetura, na thanë që sidomos kerrët e olta, kur bjen shi, e kanë tepër problematike për shkak edhe dëmtimeve që ja u shkakton kjo rrugë. E kam bojë, po të kalzoj drejtën para zgjedhja. Okej. Kjene shtruën, tha ne kemë tha veç me shtruhe, për asfalt zoti mos qare, tha se qështë në kanë thonë. Qysh me shtru? Veç shuetër. Edhe e kam prish, po të kalzoj edhe ma keq, po të kalzoj me kjere, me nëzonë sa të shkojnë që po shkojnë. Po do të mërru se uje balte. Katastrofë. E qka ju thanë ata, kur e grojtën? Kur e grojtën, tha na e kemë, tha me qitë një kamion zallë në ditje, me morë në qerez, një kamion me dhej edhe një tanajës. Që kja që shtu, e lanë, e shtu në zallën e lanë, ku më qishë këty, bile pak e me kanë leonë, tha mund shme la kështu, tha ka pak kjerën, ati më s'pëtaj ngus kush. Kur shkuna ditë, tha ja Allah, ha mu e ha krytëm. Edhe me po të kalzej, pe para zgjedhjeve me kjo, shpija ti kemë ngatë. Kur po vinë kjerët, me rëshë, po nëmëj po zatetën, po duhet me lo shpijat me shpresë se këtë po quhet plone. Plone po na hendë mund më në shpi. Unë e për vjetë e kom lëshua deso nevoja, edhe zidin e hiku, mos e lëshua shënë ata arëm. Ka thonë djemë qelëshej, më në bërë me hi. Do me thonë ti lejon me hik zidin veç me zgjenu rruga. Me zgjenu rruga. Pse, a i pak njëherë të fillem nuk bon, veç rruga më zgjenu, se bet me pas hapsirë, 2 kjerë me ka përsyje. Të ka zojë drejtë se unë i kom 70 vjetë, një këto farë punë që do të me ditë, peshin edhe jo vetë, pasha zoti se ka jetë me shtru heq. Hajde tashti të komuna e Vështrisë, të zoti Ferit Idrizi, të pyesem qysh është plani i komunës për atë rrugë, edhe çka është më e rëndësishmja, kur është afati kohor për intervenim, a hina ka ona tjetër. Zoti Idrizi fillimisht të uroj suksese në mandatin e ri, urime fitoria, edhe faleminderit që është më e rëndësishme që pranove me u intervistu qështu spontanisht, se s'kena lon ta kem me ty. Pak a shumë në ta shpjegova në WhatsApp, ka të bëj me rrugën Muzafer Muhaxheri, në Stanovcin e Olët, aty ish gry asfalti pak muj para zgjedhjeve dhe ashtu ka qëndru e gjë që ja ka vështirësu ka gja shumë qarkullimin aty. E vërtetur. Faleminderit shumë edhe juve
çdo herë të mirë se ardhur, faleminderit edhe për urimin, edhe për bashkëpunimin, jemi të hapur edhe kur punojmë, edhe kur s'punojmë me ju prit. Është e vërtetë që na kena filluar atë rrugë me e zgjeru, se ka qenë shumë e ngushtë, edhe fshati është shumë i dendur, e kemi zgjeru, i kanë lëshu pronarët ato, edhe kjo vonesë ka ndodhur vetëm për shkak të motit ligë. Besoj që mas nesër dalin makinat dhe vazhdojnë punën ato. Nesër mas nesër? Po, Okej, besoj. sa kohë kryetar, qysh është plani, a keni plan dinamik aty? Po, është plani dinamik, po me thonë të drejtën tash për tash nuk jam gjendje me ju dhonë datat sakta, por nuk ka met edhe shumë punë se problemi më i madh ka qenë ato zgjerimi edhe mbushja me zhavor, tash mendoj që ka met edhe një stres, ngjeshja dhe asfaltimi i rrugës. E qartë, do me thonë... Edhe më vjen keq prej aty në qytetarëve që ndoshta pritit kanë qenë, po besoni që kjo kohë me treshurat vazhdueshme, kjo na ka stopu pak. Ndikepu. Do me thonë, deri në fund të javës, po thu që kanë me fillu punimet gjatë këtyre Po, ditëve? gjatë këtyre ditëve, po. A mundemi na me u do ka e premtja edhe... Pa problem, numrin e telefonit e keni edhe dalëm bashkë atje. Okej, kryetar, të falenderoj shumë, na kena me u do Faleminderit premtën. Faleminderit për prononcimin. Shumë respekt. Kaq nga ne, kryetari na tha që është çështje ditësh derisa të fillojnë punimet në atë rrugë, na kemi me u do, ky tha nesër mas nesër, na kemi me u do këtë premtën parap aty, po japëm kohë së dështë e hane deri të premtën, kështu që të premtën kena me u do parap të rruga në fjalë dhe me kthyer në mbarvajtjen e punimeve.